i gjithë efekti dhe impakti i produktit final të këtij projekti do të jetë pikërisht për ju, do të jetë pikërisht për komunitetin. Është kënaqësi që të jem unë në fakt ajo që po ju uroj mirëseardhje në lançimin e këtij projekti ose të kësaj strategjie të kujdesarisë mjedisore bregdetare, që organizohet në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit Coast Trust. Projekti është pjesë e një partneriteti mbar evropian, ku janë 8 partnerë nga vende të ndryshme të Evropës, si të Bashkimit Evropian, por edhe vende që aderojnë në Bashkimin Evropian, si Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina. Të gjithë bashkë jemi duke promovuar një model të ri kujdestarie për zonën bregdetare, ku partnerë të ndryshëm, institucionet të ndryshme që kanë përgjegjësi dhe interesa në menaxhimin e zonës bregdetare, bëhen bashkë dhe bashkëpunojnë për të garantuar një menaxhim më të mirë të këtyre burimeve. Pikërisht sot jemi këtu për të promovuar një marrëveshje bashkëpunimi midis institucioneve kryesore, që është prefektura, bashkia, por edhe administrata të tjera rajonale që funksionojnë lidhur me menaxhimin e burimeve natyrore në zonën bregdetare, për të vazhduar më tej me aktivitete konkrete që zbatohen në terren në bazë të projektit, ku do mbështeten si grupet e ndryshme të interesit, si peshkatarët apo turizmi, por edhe rregullimi dhe pastrimi i zonës Velipojës për të pritur një sezon turistik sa më të mirë. Mund të themi që Velipoja në përgjithësi dhe gjithë pjesa e Vljumit Buna ka një problematik njerëzore të shtuar, pra ka ndërhyrje kryesisht për ndërtimet. Ju e dini që në 10 vjet e fundit Velipoja ka marrë një zhvillim pak të egër për sa i përket ndërtimeve. Sigurisht edhe peshkimi dhe mbi peshkimi ndaluar ilegal dhe mbi peshkimi në zonën e Bunës dhe zonën bregdetare kanë dëmtuar rezervën peshkore dhe tani janë vetë peshkatarët që në një farë mënyrë ndjejnë këtë zvoglim të sasisë peshkut që kanë. Pra këto janë probleme që lidhen si me pjesën toksore dhe pjesën ujore, të cilat na bëjnë neve që ta shohim të zonë si të veçantë.